Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bullgaria rrit presionin mbi Maqedoninë e Veriut. Gati 1/3 e amendamenteve për raportin e progresit të Maqedonisë së Veriut në Parlamentin Evropian vijnë nga eurodeputetët bullgar. Me afro 100 amendamente të dorëzuar në raportin e eurodeputetit Thomas Vajk për progresin e vendit, profesorët bullgar duket se po përpiqen të zgjerojnë listën e kushteve dhe të problematizojnë statusin e Maqedonisë së Veriut në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Përpjekja kryesore e tyre është që të shtyhen përpara ndryshimet kushtetuese. Krahas saj, ata theksojnë rezultatet e pamjaftueshme në luftën kundër korrupsionit, sundimin e ligjit dhe çështje të tjera, duke krijuar hapësirë që në debat të rikthehen të temat nga të cilat Bullgaria nuk heq dorë, si festimet e përbashkëta historike, interpretimi i gjuhës, historisë, dosjet e shërbimeve sekrete, gjua e urrëties dhe përmbajtja e teksteve shkollore. Opozita maqedonase LSDM paralajmëron se vendi po mbetet pas në procesin eurointegrues për shkak të mos angazhimit të qeverisë. Venko Filipçe theksoi se përderisa vendet e rajonit po ecin me hapa të mëdha drejt integrimit, shqetësues mbetet qëndrimi i qeverisë, që sipas kreut të LSDM-s i thot ndal Europës, ndërsa i hap dyert botës serbe. Nga Europa ka në vërejtje se politika jon po devion pak nga politika e përbashkët e sigurisë e BE-s, dhe ai është momenti i parë. Momenti i dytë është se nëse tani e lëshojmë këtë mundësi, prioritetet nesër mund të ndryshojnë. Ndoshta do të jepet prioritet Moldavisë, Ukrainës dhe vendeve të tjera, paralajmëroi LSDM-ja maqedonase. Rajoni. Angazhimi i NATO-s ndaj Ballkanit Perëndimor ishte në thelb të takimit në selinën e NATO-s ndërmjet zëvendës sekretares përgjithshme të NATO-s Radmila Shekerinska dhe profesorësit special të Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Peter Sorensen. Shekerinska theksoi partneritetin midis NATO-s dhe Bashkimit Evropian në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe Mexhir. Ajo tha se NATO vazhdon të bëjë atë që është e mundur ushtarakisht në terren për të mbrojtur paqen për të mirën e të gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë. Shekerinska nënvizoi se zgjidhja përfundimtare për stabilitet të qëndrueshëm rajonal është politike. Situata e sigurisë në rajon ishte edhe pjesë e takimit ndërmjet komandantit të KFOR-it Ozgan Ulutash me zëvendës komandantin e korpusit të dislokimit të shpejtë të NATO-s në Itali, Dominik Bidik. Në njoftimin e KFOR-it bëhet e ditur se generali Ulutash rikonfirmoi mbështetjen e KFOR-it për të ruajtur një midis të sigurt dhe të qetë për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR vazhdon të zbatojë mandatin e tij të bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, si dhe në lirinë e lëvizjes në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pastrimi i vijon të mbetet sfidë për bashkitë në Shqipëri në prag të hapjes së turizmit për sezonin veror. Ministri i Pushtetit Vendor, Ervin Demo, premtoi se qeveria vazhdon të mbështesë bashkitë me instrumentet e duhura për të realizuar këtë shërbim. Pastrimi vazhdon të jetë një sfidë territor, qeveria vazhdon që të mbështesi bashkitë me instrumentet e duhur për të realizuar këtë shërbim. Kuptohet ne nuk jemi në lartësinë e duhur, ne duhet ta pranojmë këtë fakt, është e rëndësishme që ne t'ia vëmë emrin problemit dhe pastaj mund të kemi mundësi që të gjendë zgjidhje. Ne besojmë që ka akoma shumë hapësirë për të përmirësuar për sa i përket menaxhimit të mbetjeve në tërësi. Lidhur me qasjen institucionale, ministri premtoi se po shihet ndërtimi e një modeli të ri të qëndrueshëm. Kjo nuk duhet të jetë një gjë sezonale, kjo nuk duhet të jetë një gjë thjesht për sezonin turistik, po duhet të jetë një qasje e strukturuar institucionale, duke filluar në nivel vendor, po patjetër edhe për agjencitë e qeverisë qendrore. Ne jemi duke ndërtuar, që të jemi sinqert, ose jemi në fazën e diskutimit edhe me Ministrinë e Mjedisit, edhe me aktorë të tjerë institucional, por edhe me vetë bashkitë, për të ndërtuar një model shumë më të qëndrueshëm, sidomos ku flasim për mbetjet në të gjithë pjesët e territorit. Deklaroi ministri i Pushtetit Vendor Ervin Demo. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.